ndalu pak. E di që jeta nga njëherë apo shumë herë edhe të lodh. Ti përzin mendimet, ti bon, ti randon supet, ta prishe ritmin e zemrës. Do njëherë ndije si kur je humb, si kur s'pondin mo qartësin që dikur e ki pas. Por sot, për këto pak minuta, du me fol për zemrën, du me i fol zemrës tonde, ma shkurt e shqip. Zemra jote edhe kur ti mendon, është e lodhun, në vërtet ajo është të punu pa undal. Edhe kur mendja të thot, s'po muj ma, zemra thot me zot but, provo edhe njëherë. Se zemra është kompasi yt i vërtet. Ajo nuk gënjen, nuk tren, nuk qën rrugës gabim, edhe zemra nuk dorëzohet kur. Kurani këtë thot bukur. Nuk janë syt që verbohen, por janë syt e zemrës në krahror që ato verbohen. Do me thonë, e vërteta nuk humbet jashteje, por o për brenda. Prandaj, për me gjet udhën, nuk duhet sy tjerë, duhet një zemër e qetësume. Qa me bo? Merë frym ngadal, lëshoje peshën që ndoshta kam bajt për shumë gjatë, nuk e ki kuptu, por ke qenë shumë hersh i ashpër me vetveten, i ke kërku vetës me qeni fort kur ke qeni thym, i ke kërku vetës qartësi kur ke qenë i turbolt, i ke kërku vetës përgjigje, i ke kërku përgjigje vetës kur të ka mungu qetësia. Nuk ka zgjat keqe bre me undal, me pushu. Nuk ka bre as gjat keqe mos mu kon gjithmonë në form, nuk mundesh be mu kon edhe. Zemra nuk o makin, është krijes e gjallë që don butësi, që don kujdes, dhe pak drit nur prej brenda. Shikoje vetëm për një qast. Jo me gjykim. Jo me faj. Jo tu e krahasu me dikon tjetër. Shikoje bre vetën, zemrën, shpirtin ton me dhemshuri. Se njeriu rritet ma shumë prej momenteve kur e pranon që i duhet me u shëru. E shërimi niset prej diçkaje që është shumë e thjesht. Pej çkavit, prej pranimit betë sinqert. Kom nevojën e mundal, kom nevojën e më pushu. Thuaj vetës, po e dëgjoj zemrën teme. Po e pranoj vetën teme. Po shërohem? Ngadal. Dit për dit. Pasha Zotin zemra jote ka me u qetësu edhe ma shumë. Mosi nënvlerëso hapat e vegjël, avash. Do shta sot veç e ban një zgjedhje ma të mirë. Do shta sot fole ma but. Do shta e ndal vetën prej një hapi që s'çon mirë. Edhe këto janë fitore. Dvogla, po të vërteta. Mbaj e mend këto. Zemra nuk kërkon me qenë perfekt. Zemra kërkon drejtim. E drejtimi niset prej një qëllimit pastërt. Hidhja një sy për brenda vetës. E rishikoje vetën. Aty ku askush tjetër nuk mundet bre me të pa.
aty ku ruhen dëshirat, frikat, lutjet, shpresat. Let pastrohet ai vend. Let hiqet pak ploni prej saj, prej asaj dritaret mbrendshme, që to është zonë. Se kur zemra pastrohet, këfilet, çdo gjë tjetër vendoset në vendin e vet. Nëse sot ti ndihesh i humbur, dije që si je. Ti je në rrugë. Ti je në proces. Dhe Allahu e udhëzon çdo zemër që kërkon me sinqeritet udhëzimin. Këto zemra nuk janë në dorë dikujt, por janë zemra të Allahut. Prandaj, mos u frikso prej të nesërmes. Qëllimi i shejtanit është me të friksu ty prej të nesërmes. Mos u frikso prej të panjohërës. Zemra jote është me ty. Zemra është në dorën e Allahut. Lutju atij. Edhe zemra jote e din rrugën. Merr edhe një frym thellë. E qatë frymarrje lëshoje ngadalë. Edhe kur këto 5 minuta të mbarojnë dhe të kryjmë këto fjalë, le të çohet në zemrën tonde një fjalë vetme. Ajo është shpresë. Se zemra që nuk dorëzohet, çdo herë e gjen dritën, e gjen shpresën. Mos haro. Allahu të don. Në zemrën tënde është shpresa.